300 gram tërshër, 50 gram bajame, 40 gram leti, 40 gram ara, 30 gram farakungulli, një lug kanell, lug çaj, edhe 60 gram shurup agave. Thoni ju, Ergysi ka vendosur kamerën këtu edhe po xhiron recetën e granolës që e bëjmë një herë në sa javë, domethënë derisa zgjat kjo. Me këtë. Nuk e arrite këtë ditë që të gjerash në 3-4 kamerën. Ja, po ja tregoj këtu. Jeni live nga 2 këndvështrime, po xhiroj me këtë me zë, dhe Ergysi me këtë. Bëje vetë të lumshin duart. Duket shumë e mirë. Se qatë ka bërë Pierre? Mere? I ka bërë vetë kartolinë. E kam dirë me mendje të. E ke bërë me mendje? Ergys, o të vdesje. Bërë shumë të bukura shpirt. Jam shumë krenare për ty. Tani mund ta shikosh. Mund ta shikoj? Po. Erushi, kur ishim në Itali, provoj për herë të pak bukë të thekura, crispy, me vaj ulliri dhe i përgatita këtu. Bukë me vaj ulliri, rikon, pak krip, pak piper, dhe dhe afus të furra, që t'i bëhen, dhe t'i haj me kos. Apo jo? Po pra, më pëlqen. Ta ham një quru. Kujta ha një quru. Na, Ninu. Një quru për Minushin, një quru për Minushin. Minuja është një gotë se mirë, gotë shumë mirë, gotë shumë mirë. Shi do shtoshti në pesha, apo si e ke mendjen? Do bëhesh një gocë e madhe. Që të bëjmë atë sterilizim, të hiqen edhe kistet nga vensorja dhe pastaj të jesh rehat. Man, o krijese bukur, o krijese bukur. Kishte dalë një video në TikTok të një gruaje në mosh që merrte kotele dhe i keq trajtonte dhe pastaj fuste në çantë. Në mes të gjithë botës e bënte këtë gjë dhe mendova, imagjino se çfarë bën ajo kur i merr në shtëpi. Më përshtjelloi stomakun. Njerëzit që flasin me përshtjellosje ndaj kafshëve janë njerëzit më të këqinj që mund të njohësh ndonjëherë, jo se do të bëjnë ty diçka patjetër, por ka një aura shumë negative. Sepse planeti është i të gjithëve. Nuk kemi ne zot të këtij planeti. Ragati, kjo është veshja ime. Prada Vintage, edhe këto pantalonat janë Prada Vintage. Kjo është Asos, kjo gjëja është Sandro Peris Vintage. I ka marrë në faqe të ndryshme, por e xhirova edhe për Instagram, një reel, dhe aty do vendos të gjitha detaj, kështu që nëse do keni dëshirë për të gjitha vendet ku i kam bler këto gjërat, shkoni atje. Tani ika se jam vonë dhe duhet të kap orarin e parë të ditës dhe duhet të ul biçikletën se burim ka harruar të ma nxjerrë piçin sot. Nuk e kam problem, po është lloji i biçikletës time është shumë i rëndë. Që kur e morëm, edhe e djalin na tha që është e rëndë. Dhe ashtu filloi. Ika. Kam dy pako të mrekullueshme për të hapur me ju. Do filloj me të parën. Një sekond, unë e kam hapur. Por nuk mund të mos e ndaj me of course, sepse është nga sektori jon i preferuar, nga hobi jon i preferuar, të blejmë gjëra të njerëzve që nuk jetojnë më, gjëra antike të shekullit të kaluar mbase. Dhe do t'ja tregoj tani. Po, se pas kam të zëna këtu.
Nga pe hapën, të mbyllin pak syt. Kush e pëlqen këto gjërat kështu me larje argjendi, me inox me gjëra. Ha. Kisha shumë kohë që po kërkoja një pjatancë të tillë dhe i çoja antike vintage her pas here gjëra që unë i bëj save në Pinterest. Dhe antike vintage delivered këtu. I shkon formati tim, i shkon kësaj shtëpie. Thjesht nuk di ku do ta vendos. Se u mahnita, ka ca detaje shumë të bukura këtu. Shikoni? Shkon edhe me lugët edhe thikat e mia të argjenda. Dhe radhës kemi stacionin e librarisë që më rrin këtu tek shtëpia ime, te stacioni i shtëpisë time. Dhe jam shumë entuziaste, thjesht duhet që të bëjmë shumë kohë për lexim. Do të tregoj tani se çfarë kam porositur. Jam e sigurt që ju keni lexuar nga Elif Shafak, më thoni cilin duhet të marr. Pasi të marrëm këto, se disa shumë libra kam që nuk i kam lexuar dhe ndihem dhe në faj. Kam edhe Kindle që lexoj ndonjëherë, kështu që e marr me vete se është shumë i lehtë dhe nuk rëndon. Po e di me këtë do ta nis? Do ta nis me këtë. Mendoj. Më thoni ju. Jam shumë entuziaste. Kush të ukris? Po mirë mos e rregulloj. Mos çaj kokti. Mos e vrit mendjen në shpirtin se të gjitha e rregulloj. Që brava. 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 Kemi fasule me pak pastërma për drek dhe bëra këtë pjatën e vockën. Vra mami të kurriti. Vra mami. Mirë. Edhe fasulet. Të bërduit. Sa të shishme. Stërvitje është thot që të tre. Na duhet energji ekstra kalorik, kështu që këtu kemi arra edhe hurma rabie. Pierushi do kështu? Hurma rabie dhe arra? Si shko në palesën mbasi merr Pieri nga stërvitja. Unë po përtoja të zhvishesha dhe do stërvitjem tani, do bëj çik pilates me Mikin. Nice and slow. And come back up with control. Kam përcjell çunat edhe po pushoj pak sepse duhet të nisem bëjmë gati. Kam orar tek dentistja në orën 10. Edhe është ora 8:30. Dhe thash zakonisht pasi përcjell çunat vi shtrihem edhe pak të qetësohem nga vrulli i mëngjesit. Kush ka familje di. Minu është futur aty, te dollapi. Hajde, na! Jam duke lexuar Ishullipe me vetë zhdukura dhe Ergysi po lexon 40 rregullat e dashurisë. Edhe thash ku qetoj pak po lexoj. Thash po lexoj disa faqe sepse më tërhoqi direkt edhe pastaj do nis direkt të bëjmë gati, kafen e kam pirë, mëngjesin e kam ngrënë dhe të ikim. Kam pasur dhimbje mesit të tmerrshme gjatë natës. Edhe bëra ca ushtrime në mëngjes sa u zgjopa. Po tani të çojmë të sistemojmë këtë flok. Sot kam ditën që do t'i laj, po do t'i kap kështu gjysmërisht. Po do shihemi. A 3-picture deal? I just blurted it out. It's like I got EW-itis or something. Sometimes you need to... Here in this
scene gets appalling. What? Yes. That passive-aggressive prick also... Well, they're still fresh. Kjo video si nga ato Wow. Get Ready So With much Me fun pa back një here. trending sound. The stage is your Thjesht consciousness. And that kam soggy old kohë që të couch, flas sepse është that's just your ora past that you don't want to let go of. 9:11 dhe unë duhet të dal nga shtëpia në maksimumi 9:40. Dhe pastaj me biçikletë do shkoj tek Whatever you want. në Don Bosco, fikse rreth rrotullimi ku ndodhet edhe klinika që unë diqen prej shumë vitesh. Po e bëj pak set me këtë pudrën fiksuese nga SLA. Dhe merr një fuç pak më të madhe dhe do ta te pricën e heq. Marrim me vete këtë, e marrim me vete. Bleca organizues për këtë sirtarin, që të sistemoj të gjëra, sepse e kam lënë pas dore këtë pjesën. Dje, by the way, kam rrëzuar këtë paravanin dhe është aq i rënd, sa thash më thye krau, se mundova që ta mbaja dhe kisha thënë mos më thyej sepse ka kushtuar. Por pastaj mezi e ngritëm, nuk e di. Dëgjoj, paravani dashur, kam ndërmend që të trashëgoj të një përmbesa, okay? Okay. Edhe pak. Vesha këto streqet. Më bëj gjithmonë një layering të parfumave për kollaj lëk, se nuk kemi kohë për gjërat e tjera. Nga këmbët vesh atlete. Të paltën që pat edhe dje. Po vetëm një palbath, nga që dojmë me bicikletë edhe të jemi ushat të narinë ngrohtë. Kidoke. Nice. Kaq. Sot është e mërkurë dhe sot më shumë se kurrë. Jam më e lumtur se dje. Bishaka. Dhe sot jam duke shkuar te një studio kreative për një projekt të vockël që u propozua nga Anisa dhe unë e mora përsipër direkte sepse e njoh Anisën prej vitesh dhe më jep një ndjesi shumë familjare dhe shumë të ngrohtë. Dhe tema për cilën do bëjmë këtë projektin e vockël është, domethënë, kur ta shihni dhe kuptoni, dhe do t'ju marr me vete, do ta marr kamerën me vete, kështu që ndiqni videon dhe let's go! We are here! Jam aty te kamera. Se më morën mend pa filluar. Tashi unë do ju la aty në backstage edhe ju mund të shihni në një copës kështu, neve po bëjmë warm up, po bëjmë nxemje, se of course we need it. So, yes. Kemi mbaruar me sesionin e parë dhe të dytin. Tashi jemi tek i treti. Ju a kam thënë që në një jetë tjetër unë kam qenë një balerin. Of course. Kam dalë shumë gjëra të bukura dhe mezi po pres që t'i shikoni në Instagram. Tani unë do t'ju lë dhe linkun e Blurenes në caption, nëse do t'ju duhet për të bërë çdo gjë që do keni dëshirë, sepse këtu ka pafund gjëra, tani këtu do shtrihet goca juaj. Shumë thuaj si të se hedhi një gjë që të duhet për mua shumë, që të bëj për të çfarë. Please stay, walk away, then it's what I need. Bă, dimër prap. Bëjtëm një rap të tjekur, sepse kemi dy punëtër të mbyllur. Po përtoja aq shumë se sot ishim të gjithë mbas dite pa asnjë aktiviteti. Edhe thash ikim, më thash të rrim shtëpi. Po ja. Java e bekuar e maskës, së flokëve, nuk do ta mbaj dot gjatë gjithë natës, por do përpiqem ta mbaj gjithë
darkën po them. Edhe masazhi me guashantime pa një dhëmë. Gjaku do qarkulloj më mirë, produkti do përthithet më mirë dhe skalpi do jetë më i shëndetshëm edhe te gjatësia e flokëve. Unë jam gjeneroze me sasinë se kam shumë flokë dhe që këtu të depërtoj në çdo fije. Tani të pastrojmë make-upin. Të shenjte, është nga disa ka shkuar apo ishim në një takim. Shëra 14:21 pra dhe screenshot brave. Ne tani po kthehemi. Lysi do shkoj te puna, shkoj te shtëpia. Mamma, ci queste non fui. Hape. Oh. Sigurisht që do kemi Lego në çdo cep. Minu! Dale se kam për t'ju treguar. Wait for me. Hello YouTube! Është data 13, shkurt, dhe është e premte. Tani pse e moron këtë pallton? Do thoni juve. Ka një histori, ka një backstory që unë t'ju tregoj sepse e bëra kështu pjesë të rëndësishme të këtij vlogu, sepse jo se është kaq e rëndësishme. Në fund të ditës diçka materiale, ja ta lëm këtu se mos na bëhet me pushrat e minus, se ua tregoj pastaj. Ose haj se po e mbaj këtu. Okej. Tani. Po thoja. Ishte data 12 dhe shkuam për të marrë Pierre nga parashkollori. Më jeta ime. Më dri. Më jeta ime. Qa do të bësh? Ti që e bën një trezavace ti dhe nuk rifare me mua. Ti që rifare me mua, ti duhet të marrë unë aksu. Shpirti ime vogël. Si dashuria ime vogël. Hip. Minu! Më gulethojnë. Mund të më hapësh pa kamerën të lutem? Më ke zënë fushpamjen. Më saktë ju ke zënë njerëzve. Edhe po thoja që dje shkuam kishim takimin, si që pak, për nuk xhirova, sepse nuk isha çfarë të xhiroja. Takimi ishte për diçka, për një projekt tjetër shumë të bukur. Nuk e dim nëse do konkludohet, por shkoi shumë mirë. Kush është e bukura kur punon freelance që jo çdo projekt apo jo çdo gjë që do të ofrohet në fund palët ju do bini dakord, por kur nga një takim ti del shumë e kënaqur, do me thënë ti ndjesh shumë e vlerësuar, pavarësisht se pastaj ca gjëra nuk varen totalisht nga ty dhe nga personi që je duke bërë takimin. Ti del nga takimi me zemrën plotë dhe thua, e di si është shumë okay, rëndësi ka që ky momenti këtu ishte shumë i rëndësishëm, edhe për të kuptuar unë se ku qëndroj dhe për të kuptuar puna ime ku qëndron, por edhe për t'u përmirësuar, sepse ka absolutisht gjithë një vend për përmirësim në çfarë do lloj fushe qofshim. Anyway, tani, nuk e di tani se si ergysi
e ka bler këtë pallton, por historia është kjo. Është një brand danez. Samsoe nuk di tani. Është një brand danez, nish danez që përdor materiale të riciklueshme, plus kjo palltoja ishte me 7% lesh. Dhe e pyeta për çmimin. Normalisht nuk e kishte çmimin real, sepse kjo çmimin real të saj e ka pasur euro 395 euro kushtonte kjo në website. Edhe tek etiketa. Dhe unë e dija, sepse e futa direkt e kërkova dhe e dija çmimin, por faqja që e shiste, mendova do ta pyesni çfarë çmimi do më japi. E thash sigurisht mbase nuk do ta ketë çmimin real të saj. Dhe më dha një çmim. Thash unë mendova një herë, pastaj thash varet Diana. Pastaj se çam ndodhi dhe unë ju e keni vënë re që unë tash jam shumë e rezervuar në blerje të kësaj natyre, po një pallto më duhet sepse të gjitha palltot që i kam oversize. Kam vetëm ato të Burberry vintage, që është masa ime, dhe nuk kisha një të zezë masa ime. Dhe u mendova, edhe ja çova Ergysin në screenshot e kështu. Edhe tha Ergysi, si duash, okay, merrem. I thash unë varja se s'po e marr se jam duke shpenzu tash. Siç më ndodh shumë shpesh që më pëlqen diçka. Dhe pastaj them varja. Nuk është se do më ndryshoj jeta. Në këtë fazë jam. Gjeni çfarë? Ka shku Robi e ka bler. Dhe e kishte në makinë. Dhe dje kur shkuam të merrnin Pierre nga parashkollor. Unë po prisja në makinë dhe Ergysi shkoi ta merrte dhe dëgjoj çu se çfarë po thoshin të dy. Kur hapi bagazhin, i dëgjova diçka dhe kuptova që kisha një surprizë për mua, po thashun çfarë do jetë, si do e ketë futur ky se unë me këtë gjithkohon. Vim këtu te lagja. Edhe më tregon këtë dhe edhe e fut kod mos më ke bler pallton. Dhe doli që kishte bler pallton, është shumë e bukur. Dhe kam këtë pallton që kam bler në Paris. Ku e kam futur që është kashmir dhe lesh, që është oversize dhe shumë e bukur. Po do nxjerrja dy gjëra për të shitur. Kam një pallto Zara që ajo është masa large, kam ca gjëra shumë bukura që kam shumë të mëdha dhe nuk dua të mbaj çdo gjë oversize. Edhe do t'i nxjerr mbase këtë fundjavë. Kush më ndjek në Instagram, më ndiqni aty sepse shumë shpejt, po kjo është dhe është aq e lehtë, edhe është aq e bukur edhe më rinte në trup. Oh my goodness. Po do ta shihni kur ta vesh. Se shpejti, ta lejm këtu tani. Unë si kam bërë asgjë për dhurat. Do t'ja bëj diçka, por nuk më ka dalë koha dhe nuk e anashkalova pak, t'jem e sinqert. E lash pak pas dore. Po do t'i blej një dhurat gjatë këtij muaji. Se nuk stërvitem, më ndjehem keq. Por problemi është që nuk do ta quaja problem, sepse thjesht po mundohem që ta maksimizoj kohën time në maksimumin e mundshëm. Por po mundohem që të punoj pak me Illustratorin, me Photoshopin, sepse po krijoj një portfolio. Sepse kush më ka ndjekur, ju e dini që unë bëra graphic design vitin e kaluar, plus mbylla dhe universitetin, por nuk vazhdova një master, sepse thash po bëj një çik pushim për të zhvilluar pak të gjitha gjërat që jam duke bërë. Dhe i vura detyrëve të time që këtë vit duhet që të zhvilloj një portfolio me punë të mia, që janë punë të mira, ose jo të mira fundja, sepse edhe kompania nëse e shef portfolion tim duhet madje të shofi edhe nëse ka një lloj rritjeje apo një lloj zhvillimi në stil, në konceptim. Dhe tani çfarë kam kohë të lirë, ulem punoj për portfolion. Dhe thënë ja, kjo është dita ime, vërtita ndeu, vërtitu këtej. Të provojmë këtë sot, është nga Glowy Skin, nuk e kam provuar, Milky Touch, është një fondatin që vjen në këtë formë. Ta hapim bashkë, dhe ta provojmë këtu. Okej. Pasqyrën, hajde po t'ja heqim bashkë. Oplala. Edhe vjen me këtë pafin. Ta provojmë. Tash unë pash disa video. Mama mia, shtypa shumë. Po e bëj pam këtu, prit.
shoh nëse kam zgjedhur shadin e duhur. Po dhe po se kam zgjedhur e sistemoj me bronzer edhe me gjëra. Sa interesant. Wow. Jam fiksuar edhe me këto produktet koreane, japoneze, po ka pa fund edhe nga që nisesh me provu. Shumë i bardh apo? Nuk e dalloj dot. Duhet ta shoh gjithmonë, duhet krahasuar me gushën. Po këtu bie shumë drita. Pritashë. Si ju duket? Aty te kamera tani që po e shoh duket shumë e bardh, por këtu tek pasqyra nuk dalloj në një ndryshim shumë të madh. Do ta shohim. Nise se të jep atë ndjesinë e lëkurës porcelan, po unë kam pigmente dhe adhuroj pigmentin e lëkurës time, që për fat edhe Pierre ka, dhe të mendosh që kur kam qenë e vogël kam qenë shumë më e smere se sa kaq, edhe mbaj mend që gjithë më thoshin nga një epitet. Edhe njerëz të familjes, në shkollë po, ka qenë një djalë s'u hapur mendemrin. Ishte shumë të vegjël, ai gjithmonë më bullizonte. Por dashuria që ne merrim në familje ishte e pakushtëzuar dhe e mendoj gjithmonë këtë gjë që nuk më ka ndikuar në këtë që jam, në sensin nuk më ka ulur kurrë vetbesimin unë. Ajo kam thënë që për mua viti i ri fillon në mars. Po. Dhe u bë shumë vite që e kam kuptuar këtë që 1 janari nuk është fillimi i vitit për mua, sepse po ta mendoni thellë, ose jo dhe aq thellë, natyra fle në dimër. Domethënë, shiko se sa e saktë dhe se sa e thjeshtë është ligji i natyrës. Të gjitha kafshët apo bimët në dimër bien në atë gjumë kibernetik dhe zgjohen sa po të çel pranvera, kështu që pastaj po ti futesh dhe teorive konspirative shtetë gjë, por nuk po i futem, po thjesht nga ky ligj i thjesht. Edhe arinjt, grithat ose këto që struken në tokë dhe shumë kafshë të tjera bëjnë jetë shumë të ngadalë gjatë dimri, sepse vetë ritmi është i tillë. Dhe ne nga që kjo shoqëria kapitalizmi na ka bërë që ritëm, do patjetër të jemi duke bërë diçka, ndërkohë vetë natyra, vetë organizmi, biologjia, çdo gjë zvoglohet, sfumohet gjatë dimrit. Thjesht ndonjëherë që nuk ndjehemi në maksimumin ton edhe mbas e bëjmë dhe veten me faj, edhe unë i them vetes time që jo, mos u bëj me faj sepse natyra është krijuar e tillë. Dimri është i ngadalt, qoftë në dëshira, qoftë në vrull, edhe në energji, dhe nëse e mendoj, tani, gjithmonë, në dimër më kap më shpesh kjo gjendje anksiozë, ky lëmshi këtu, por që duhet shkoj të bëj një check-up, of course. Duhet bëj një check-up, të shoh pak tiroiden. No! E bëra pis ditari, por do t'i pikturoj diçka sipër të shkruajmë për sot. Jemi sinqert, unë ndjeva shumë krenare për veten time që e kam kapur kamerën edhe e kam hapur për të filmuar, që jam treguar konsistente në karekimin e këtyreve mikrofonave. Një bishtja kështu të bukur, të madh, e të krehur që të duket sa më i mëndafsht edhe sa më i kuruar. Edhe kështu do veshim pallton e re. Sa do kohë kalon, çfarë do lloj moshe që ti jem, në fund të ditës e di që ti ngëllon klishe dhe mosha është thjesht një numër dhe ti je thjesht ai sa ndjesh dhe unë do jem gjithë jetën time një çupëlin e hareshme, çupëlin që gëzon për çdo gjë. Doli një ditë në video në Instagram dhe ishin dy zonja, ato ishin totalisht të thinjura, me flokë të gjatë, po të thinjur, dhe po darkonin të dyja, të fine, të bukura me rrudha, edhe ja çova shoqes time Rea që kam në Itali, edhe thash ne të dyja, edhe do më vi Rea në 29, mezi po pres, edhe do t'i bëj një dhuratë sapo të vi, se do jemi të dyja pa cikël dhe do prenotoj një orar që të shkojmë një ditë në spa, kështu të relaksohemi të dyja, se jemi të dyja mama me çuna nga 6-7 vjeç and we deserve everything.
Po, kam këtë pikturën këtu nga nart që e kam nisur ka shumë kohë dhe nuk po e përfundoj dot, sepse nisa si diçka tjetër, u zhvillua në diçka tjetër dhe tash i dua që t'i jap një formë tjetër, jo kështu siç duket. Kam një ide në mendje, po duhet ulem të punoj dhe për atë po duhet të jem në frymëzuar, si çdo gjë tjetër. Vazhdoj ta them gjithë jetën time që jam shumë mirënjohëse, që kam mundësi të bëj gjërat që dua. E kam realisht zemrën plot. Edhe uroj që të më reflektohet tek fëmia im dhe të rritet nga një figurë mëmësore e përmbushur. Nuk parat ikin dhe vinë, do me thënë realisht ne të dy, unë dhe Ergysi, nuk jemi fare kështu ambicioz për para, neve jemi ambicioz vetëm për harmoni dhe qetësi, që pas herë na mungon, of course, sepse kemi dhe në ato momentet tona. Kur unë i them njerëzve ndonjëherë bëj postoj ndonjë gjë në Instagram që ne zjemi dhe ato, ju zjeni? Of course, shumë. Po tash kush do nxjerrë zënkat në, po zjemi për budalli që po aty janë zënka të përditshme që të lodhin ndonjëherë, po janë me periudha. Dhe mbroj që të jem përpjer mami më i mirë që ai meriton dhe të jemi një mamë e përmbushur dhe një mamë luftarake. Tani po e mbyll këtë vlog, ju dua shumë, ju kam shumë për zemër, faleminderit për çdo mesazh. Realisht e them. Mos harroni të bëni subscribe nëse jeni ndjekës të rinj ose po e shikoni këtë video për herë të parë. Do të thosh shumë, është një motivim shumë i madh, jo vetëm për mua, po për çdo që krijon në social media. Ndonjëherë numrat nuk ka rëndësi, po edhe janë tregues që të thënë që shiko, gjërat që po bën dhe po thua, po shkojnë diku, kështu që jepi gaz. Jepi gaz, ika, ju dua. Bye!